Një student i ri, i thirrur nga një detyrë më e madhe se vetja, ai u bashkua ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në vijën e frontit, Milazim Delia pa dhimbjen, plagët, sakrificën e humbjen e bashkëluftëtarëve të tij. Mes frikës dhe kaosit, ai qëndroi pranë tyre, ndihmoi të shpëtoheshin jetë dhe tregoi se guximi dhe përkushtimi i një të riu mund të bëjnë diferencën në momentet më të errta. Historia e tij mbetet dëshmi e fuqisë së shpirtit dhe përkushtimit për lirinë e vendit. Unë kam nderin që sonte është me mua Milazim Delia, ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pra veterani i luftës. Milazim, mirë se erdhe, faleminderit që ke pranuar. Faleminderit për ftesën. Rrëfimin tënd. Atëherë, si zakonisht pyetja ime e parë është qysh ke vendos me hi në UÇK, se në atë kohë, me sa edhe folëm më herët, e ke qenë student, apo jo? Qysh e more vendimin? Pse vendose me ju bashku UÇK-s? Po, si student, banojshim atje në Prishtinë, fillimisht. Nuk udhëzejshim më udhëtu, po vikendë kisha dëshirë më ardhë në vikend katon të prend. Po. Kur u kthyem, hin policia në kryq të Komaranit, në gjetin indeksin në arrahen. Baje në arrahen shumë. Tani, diqysh, jo mu, po shumë kolegë, studenta që ishim aty. Si grup ju kanë rarë? Si grup, po. Edhe qashtu të përdu me shku më banes, tani diqysh, qash u më lëfosa, të isha, o dhe qysh muj m'ja u këthy, qysh muj më hakmirë. Tani, pasi luftës në Drenicë, që filloi lufta në Drenicë, po. Edhe dullu që keja publikisht, u dash një ndërprej studimet, edhe u kyqem në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, fillimisht në brigadën 132, në fshat u pat themelu brigada. Po. Tani një Bllanicë, patëm depërtu një Bllanicë, edhe kalum të shkum për armatim, për furnizimin e armatimit. Ke shku në Shqipni? Po. Do me thonë se aktiviteti parë u konë furnizimi. Po, furnizimi i arme, tani. Para se me vazhdu më falë se për ndërprej, ti e konë studenti i qëfar dege? E pa ta registru fakultetin juridik në atë kohë. Juridikon e Po, një pas. mjekësinë e kom pasë shkollën e nesme, tani fakultetin juridik. Po. Me disa bashkë vendas të mi dhe shumë të rinjeve të asaj zone, depërtum pe Jabllanicë, kalum shkum në Tropoj. Po. U furnizu me armatim, me uniforma, edhe depërtum prap erdhem në shtabin lokal të fshatit aty. Prap kishim nevojë për armatim, kisha shku disa herë në Shqipni, i kishim Tropoj, Ragam, Hoxha, i këto pikat që u furnizejshin. A ka qenë rruga e rrezikshme për me shku në Shqipni? Rruga ka qenë e rrezikshme, zakonisht na depërtojshim natën. Natën. Tani u furnizum, erdhem prap pas... Ju keni shku në kom në Shqipni? Komi keni shku në kom? Po, komi na shku, komi na kthy. Jeni kthy me pesha Baja Getrona? Baja Getrona. Tani atëherë ku ishte nevoja, ishim pjesë në pikat frontit, bëjshim roje. E qartë, po. Kur jeni kthy në një Jabllanicë, thatë që i keni zhvillu aktivitetin? Një Jabllanicë, kemi fillu për Jabllanicë. Komandant zonës o konë Rama Sharadini. Tani, kur ofenzive të ashpra, luftat, ishë dhe në të në ondë, pasi unë siri i kisha qef me marë armen me luftu. E mon men që atë momentin kur e ke marë armen edhe ke thonë po daljo në luftim? Po, e baj men edhe diqysh unë isha krenar, e shumë i vullnetshëm. Tani, patëm marë disa pikat frontit pjesë. Ofenzive madhe, kish fluks shumë të ushtarëve të plagosën, me urin e Ramush Haradinit dhe Liberishës, u sistemova në spitalin ushtarak një Jabllanicë, po në atë ku pak më një Jabllanicë. Kemi depërtu tani në Zhebel edhe në Maznik. Në Zhebel aty
ka qenë Ali Berisha, kryesori, kon Ali Berisha, Hida, Shqip, Eride Krasniqi. Se për me qartësu, përveç se e kyç se ushtar do më thonë në UÇK, për shkak të shkollës mesme të mjekësisë që e ke pas, ti ke kontribu edhe si infermier dhe ke pas, do më thonë, si infermier në luftë, Po. ke ndihmu. Tash, kur ke vazhdu në spital, matutje, apo, Po. qka është diçka që e mbon mend? Po mendoj, besoj që i ke pa rastet shumë ta edhe shumë të rënda me cilat je përballë, po. Nëse na flet pak për çat periudhë. Po, aty, kur në spitalin ushtarak në Xhabel, Ali Berisha, ku ka qenë kryesori, Hidayet Krasniqi, Shqipen Imani, Shkelzen Gashi, Mimoza, nashta ku i mbes Bërgjë dhe shumë tjerë ka pas. Po. Ofenzive madhe, kish kolegë se vjeshin tani të plagosën. U tash kemi mi dhon ndihmën e parë, mi bëu mobilizimin e plagëve, të japim terapi. Po një kohë të shkurt aty, një avion ushtarak me qëllim me godit spitalin ushtarak dhe spitalin e policisë ushtarake, e ka godit një shtëpi private dhe aty ka pas viktima civile. Kanë godit gabimisht, të dashtë me godit spitalir. Me qëllim, ku konë cak spitali ushtarak, se ka pas plagosën shumë ushtarë. Në Xhabel. Në Xhabel. Po. Edhe aty ka pas, e ka mbyt nanën me 2 fëmijë, e 2 qikat plagosme. Aty u konë të merë, ka pas gjymtyr trupit fëmijëve, dikon komën, dikon durën, dikon si. A i keni pa jo vetë? Po, se u konë spitali ushtarak afer, në gjitër u konë aty. Aja nëna vishma në 3 jetë, për unë shpatë mundësia s'mi dhonë ndihmën e parë, se ajo vish shkoj. E fëmija i në konë gjymtyrët e trupit, i në konë kretë një pjesë aty një këtu. 2 qikat plagus, njona pak ma letë, njona rënë. A kanë shpëtu? Po, të dyjat kanë shpëtu. Po, jenë martu dhe kanë kriju familje. Të nesmit u priti ofenzive madhe. Tani, ushtarët i patën tërhek me quaj një vend ma të sigurt, mund të caktun civilin, ka pasat civili aty, me quaj me një shpi në fshatin Bardhaniq. Që aja qika, këtë kishe pelon, aja qika, familja e Bajram Smajlit, ka qenë. Qëfar moshe kanë qenë ato? Qika dhe konë 12 vjeç, ata thminja i konë 9 vjeç dhe 10 vjeç. Ata që kanë humbi jetën. Që kanë humbi jetën. Plaguesit lëpshin i laqë, une qaq ke ofenzivë në të në ondë, erdha mi marë i laqën dhe javë dhonë, s'pa ta mundësi. Aje vajza kajke, për të me mlanë. Për të me mlanë, e shkit ka në zonë të gjallë tash. Ju më tërheki më shku e ku marë atë vajzën, u konë edhe një doktor, një i Korenicës, tash të më kujtuhet e mi. Po. Dhe patë më ratë qiken edhe qua një gryken e Dobëqakut dhe Bardhaniqit. Edhe ushtarë tjerë edhe u largun për atyjit edhe dhe përtu. Do më thonë ju i keni marrë dhe të plagosën e, i keni transferu dikon tjetër. Një ka qenë Afrim Dervisha i Korenicës. Po. Afrim Dervisha atë vajzën e morëm edhe herë mërshim kraqë, ashtot e punë e gryken e Dobëqakut Bardhaniqit. Tani aty ka pasur ushtarët, plagosën edhe të përtum tani shkum me një mal ram një prit ofër Berliqit edhe Kotradiqit. E gjushin shkit edhe pluma dundum, se u konë natha. Ka kemë najtë tonë ditën aty me të plagosën. Me në gjesë, preqëm, po menja shkive që na jenë largu për i vendit në gjarjes. Tonë ditën këtë najtë, ka akshom, vishë me në gjesë, kur ra drita, kalojshin shkita nej, përse dishim që na jem në aty. Të përtum tani,
tani e atyjit, kur ra teri, kena kalu me të plaguesën, e na dalë në për Kaliqani kanë bashku të plaguesnit. Tani prej Kaliqanit, unë më dash në gjysë rrugës, u ktheva prapë në Maznik. Me në që aty këna ra në prit, u konë Ismet Smëlica, komandant, u konë gjyshin e plunga dum-dum. Edhe me që kena lëshu, edhe më ka thonë, largonu ju, e ka marrë revolën, e ka shti plumin në tytë. Tha, pra, unë më këmë liftu sa të mujtë, te më ramja, ja futi plumë vjetët e largonu ju. Po, nuk e këmë lanë asë një moment vjetën, tani ina kanë përshu të shtenat, dhe për tu më tani vendit të rezikum, ka këshomi. Unë e pa ta këthy në Maznik tani. I e këthy, mas i keni transferu të Mas i kena transferu të plagues dhe unë u ktheva në Maznik. Ali Berisha me stafin mjekësor pa të nshku në Kaliqan. Kur erdha në Maznik, shumë pak kushtar pa të mbet aty. Ramushi mendoj që unë më shku me personelin mjekësor në Kaliqan. Se dike që ju më kthy në gjysë të rrugës. Për çka u ktheve ti? Ti u ktheve për me luftu? Po u ktheva me thonë drejtën se prind që mi kanë kthy kolona, gjysa e nona baba kishin depërtuar shku në Shqipëri, gjyshi ishin mbet një farë katunë aty rasuja, e në rasuja ishim. Me thëmë Ali Berishës, mëra dikun një familje të Bardhanishit, i pas kanë kthy policia në gjysë rrugës, po shkoj për këshyri. Ko shkoja pesha gjyshin me gjithë një gru tagjes, edhe Alice thash, duhet na me bo dishka, me stërhu familjen, qështu ishto. A bo familja, kejmë nëzim, na po dëpërtojmë, po shkojmë Kaliqan, e ti... Vazhdo. I kom dajt e babes në Turjak, edhe aty i lasht e dajt e babes, unë e dëpërtova e erdha në Maznik. Ko erdha në Maznik, Ramushi thët, Mirazim, thët, asi me Ali Berishën e me stafin me kësura, thash, qështu ishto, më këthy. U tha shumë mirë, ku ka bon, tha se ngrithet në e ushtarët, të kam ty këtu, tha. Shumë pak ushtarët, po tani u rrit një umri. Po. Në atë ku, e patëm spitalin ushtarak të familja e Canë Zëmberit dhe Gani Zëmberit. Spitalin e këna pas në veçantë, spitalin ushtarak. Po. Aty ka pas shumë të lagosën. Aty ke shërby pastaj? Po, si infermier. Ata shërby. Qash ka pas shumë numër të plagosën, se s'kishim edhe medikamentin medicinal, s'kishim të njaftushëm, se ka qenë shumë flukë si madhe i ushtarët plagosën. Qka e kujton një rast që ka ardhë në gjendje shumë tronë, ndoshta, ose? Një rast si e kujtoj shumë tronë, e në Verdubra, erdhë lypë këndim, për meje, edhe u mëndojshim në ato tunin, mi bo ndime, krejt. Po ka pas granatën, mas në krahruar, për mas ka pas bajagje birë. Si që shka një pjesë a granatën në gjokë, se të përtu jashtë, për jashtë të kështë qafërt, po ka pas një jakë të madhe, e se hekem hish, se kishë bdirë gjakë edhe kishë edhe. Më thoi këtë lutë, Milazim, veç ullën të të rritë, se më ka më zemë frimarja, pëse gjakë dirë ditë mrenshme kishë. O dhe, thashë, në verë në ku dojme të levizë, o të lutëna, e qova, sa e kom qutë ullën, ishë aty, ishë njësi me të dojë sënjtë pak, edhe ta shtrim, s'ka mujtë me full, kërë kom shtrim, asë vetë se kësha di që farë plagët madhe ka pas. Për me lëshu ka dalë, unë ja kom qitë dorën. Ka një dora moshni, krejtë gropë aty, edhe në atë moment, në të rejet, ishëm ka këshyë një herë qështu, edhe ajë moment, në konë moment pak i fështirë, e shumë tjerë tani, një Valbonia, u konë edhe ajo, granatët e fundit, që që kanë gjurë shkitë. Shpen mala, shumë tjerë që erdhen vram aty, e kom pas klubin e Zhela, bërimin, e kom pas të zakë. Në atë moment, ishmet bërimi i vdekun,
Ajo Valbona ku ardhë, tha, të zak, tha, bënë i forë se bërin një met një vdekun pikë për frontit, tha. Tjerë të shuk, ishisha, s'kishin shtratna në për bërë, të dhonë, Alia, Ali Berisha, sa më i ke mobilizej ke plagë të ju jep ke ndimin e parë, Shqipja, Hida, Nata, ishën s'kështë që mas me 10 dritë, mas nik, kur shkojsha ishisha do shok luftës, si kishin punë kolegë, di që i punë këtu, edhe shkojshin pikë frontit prapë. Kur isha do shok tjera aty, nëse për plagë, mërshin frymë, ngërhashin. Edhe tashti, kur është dikush që ngërhat natën, që ajo më kam jetë, që ajo fobi, se unë e gjumë mo, kur nuk vlenj, kur të ngërhat, se më kujtuhen ato plagë të shokëve të luftës. Në atë kur, në asnik, në kevra shkelzeni edhe do shokët shumë të fort, në thiri Ramushi, spitalin në Shtarak edhe shumë ushtarë tjerë, tha, kemi një mbledhje, duhet më bashku të ta. Tash Ramushi përmes me hup moralin e ushtarëve, se ranë për dhej, kretë ushtarë, ra shkelzeni, ranë do t'jem të fort, do t'jem, bëjshin muzikë, këndojshin aty. Edhe jaboni Ramushi, tha, mjeni qiftelinjat, tha, instrumentet edhe thuja një kongës. Ata t'jem të vaj, më komandant qysh, për tha, atin kënë kena përru sët, dhe s'po mujnë, tha, me këndu. Tha, po, tha, keni me këndu. Dhe bësa janisi vetë Ramushi, qëfar moralit furt në epke, janisi vetë njerë, edhe tani janisën edhe këta. Kur në moment, shumë moment i Do të fështirë. thonë, e ka gjetë qatë mënyrë për me ju mbajt motivume. Motivume në epë se ranë për dhej, se ushtarë të nësi, e të me në epë korajo e vullnet, në ishtini ata djemë që pëshin muzikë me këndu, po këndun, po si del këtë si dhenë, Pa zamër. pa zemër, adin, kongën e di po zonin së del. Ishte ofenziv në Qabrat, kanë shku djemët edhe tashti një brigada 137, ka pas plaguesin edhe 6 ushtarë i në konë të vramë edhe një 3 orë e përur shtarak plaguesin edhe kanë pa dëpërtu prej Qabratit në brigadën 134 afër kufinit të brejat të Dobroshit. Tashti lypshin ndim për Ramushit. Dhe për tash Ramushi, po më thotë, Minazim, duhet me kalu me një herë në brigadën 137 për t'ju dhonë ndim të plaguesin që është të shtë. Edhe kush e dina teren, një farë Haqidula, tha unë e di tha terenin. Edhe kem dëpërtu Haqidula për dhe një djallë, se me emna fort, s'po mu imi majtë menë, se ka kalu edhe shumë vite, 27 jetë, kemi dëpërtu kom, ku i na shku atje, kishin rru pozicion s'mu i gjejmë. Këqyra aty, këqyra, unë nuk e desha, po aje e di ka terenin. I tha dhe komandonë që unë e di terenin. Tha s'pi gjejmë, tha dhe, po këthajem, tha po shkuj maznik. Ramushi e kesh marrë vesh që si kim taku na. I kesh organizu shipunat e zeza për me marrë dhe me qu në Shqipni. Kur i erdhe, që ata ishin përgadit. Nuk i njefsha fort shipunet e zeza, sa ata të përteshin shumë, adin në tranzit, në armatim mershin në kështë. Alia, Ramushi, i thëtë, Azia, a po shkoni, a jenë gjendje me shkuva peta? Jo, komandant, tha im bluë, tha s'jenë gjendje. Edhe në shkuva në spital ushtarak, Hida, e Shqipja, ato i kom motra, qka dush, se ato kanë po si për ushtarët, si për personelin mjekësor, si për gjithkan, u kujdesin për veshën bathi, për ushqim, për një, për ushtarë, për krejt. Ato jenë legjenda të gjallë. Për Ali Berishën s'po flas, ai është legjend. Edhe kur tashti, kur një farë Petrit Mazreku kun ushtarë plaguesën
vikë u janë, herë në spital ushtarak, herë në shtab. Tha vëlla e li, tha, Ramushi, tha i përcjeli, tha Shqipunet e zeza, për Shqipëri mi qup mi morë në dobrosh, të breja të dërgueshit plagus me qup për Shqipëri. Që që njësa, tha, thash, qka për drejt, tha, pala u nesën për Shqipënia italianët. Qërë këmë pas kafë me që dhe herë këmë grej, thash, o njësa ali, tha, qërë më lazëm që thash i dhe bikofinit i lodhen, ja u thash, se unë u shgjenjeva shumë se s'mujta mi taku si ri, 20 vjeçar. Edhe për shkojnë shtab, Ramushi e vjeta një ushtar aty, tha, pala mbledhje Ramushi është, tha, thash jo therma, thuj Milazimi, po dënë më shku për Shqipni. Dule Ramushi. Tha Milazim, tha, po më dhimesh, tha, se visa erdhe, tha, i lodhën edhe djenë nisë. Thash, veç du më shku, thash, nuk më i rri pa shku. Pra, tha, kjo adjemi, tha, komandant, tha, marë traktorin ta për cili pak, që kodën e Bardhani, që do bëqakës Bardhani, që ta qes deri dikun, t'ja heki pak rrugën. Tha, po. Tha, shaj traktori, shi, rrugë e malit, adjemi unë në traktor, dhe traktorit u shlajthit ma o bombë lë, që krejt e ka pak të rashi. Kur shkujmë, kur adjemi, tha, Milazim, tha, për ja bëjnë alë që du adem. Në mes dashinosit të ratishit, po konë edhe një kru, ata djenë të shinalë me pijuj me përshu pak. Ademi, tha, po që edhe pak se ju Adem thash se na gjujnë vëllaj pej Zagerme, na gjujnë shkit tashti. Se shihet, o shike pej Zagermës. Thash e këthes di shkon maznik, unë e di këtë zonë dhe unë du më shku, thash mi taku djenë se s'mëri. E kisha një gjyksuar 4 bume, kallashin, një alti. Edhe Unisa vetë. Unisa vetë, po kisha edhe një qantë me dikamente. Kur u ndalën pa ata djenë nuk më gjishin dhe uniforma i shbo krejt, kërë ndëzim që më në... Me laqë, po. Me laqë, kërë ndëzim që farshkave i kanë shti plumat dytë, begriza, erdhë afer, tha, tha, kjo që, tha, ku ka doktori i luftës, Milazimi, tha, ku ka kjo? Thash, po, tha, Milazim, tha, ti i lodhën, i raskapitin, i arë për i kufinit. Në sonte, o gjalla djek, duhet mi qut plagusni për Shqipni. Edhe në për i thamë, o gjalla djek, edhe në mi ju, kome nuk javë shaj. Pra, merë edhe qëtu medikamente thajnë për ty. I morë dhe ato. Tani, shkum i gjetëm ata. Vilë, plagusën, në kryziv ka qenë i plagusën edhe 2 tjera o shtarë. Qka me po, tash dujna me qu për Shqipni. Kena prej druna, ka 2 metra druna, qebet kuajve, me si gjima, me tela, i kena lidhë, i kena qitë kështu në krah, i kena qu për Shqipni. Në krah i kena qu? Në krah. Do më thonë, si leste. Si leste, i kena formu drunat, plafin, kështu qeben, në qebe dhe në krah, 2 për pa, 2 për maset. Në kom. Shqipni, i kena qu trëpu e pi trëpu e Baramcur. Pej Baramcurit, ardhë helikopteri pej spitalit ushtarak Tiranës për me i marë. Unë aty i rova, i pastrova, i kateterizova dhe i qita kanilat, infuzionat. Sa të kemë në doktorin tonë. Dhe ishtë nënë mi bo shërbim. Do kolegi aty që erdhen, që i kishin qumet plagosën, si në këthy, po thujnë, hajde tha, hetë të shku në Tiranë, në spital ushtarak, thash. Atje ka bë, thash. Du më shku të shok që ja këmë thonë fjallën, thash unë ja këmë thonë fjallën Ali Berishës, e Hidës, e Shqipës, edhe Ramushit se unë e gjallë o dekë du na më këthy, edhe nuk rikë në Shqipni. Thash se ma shtrajt është liria se sa rruga me marë, thash këtu në tja, edhe ju më këthy. U përshëndetëm ata shok të luftës, ata shkuna me i plagosën, unë u këthej edhe aknej, edhe me Shqipunet e zeza, e kena pas në Ragam. Shtabin, ta shprit që më furnizu më armatim, me gjithë edhe në ushtar, me i servite më ardhnej. Për prind, nuk i disha ka janë, nana e baba, nuk i dishim për fatin e tyne, unë disha për Shqipni, për qëfar zone janë, nuk e disha, po Shqipni po qash isha i interesu, më furnizu sa ma shpejt që i kisha lanë kesh, unë në spital, i kisha lanë shumë plagosën,
Me pak me pak furnizime, e më nëzis për që unë e më ardhë, ka me dhonë dim, ushtare, edhe Aliberishën e këta i kisha lonë shumë kesh. Nona e baba kishin marrë vesh që unë i marrë të mendohet se jemi ardhë i plagosën. Ishin në paktosfirit, shumë lërgë, dhe në ragam. Unë në mëngjes u quva, i vaksinuva, krejt ushtartë, që ka i në konë dreninë, se lape dugagjinit e krejt, për mos mu infektu për plaguesi me këtu sirumin një dhonë. Edhe dhe ashtu për shu, se unë nuk isha interesu për me shku të prind me vizitu. Pa prind me prishin se të menduar se unë jam i plaguesi në rëmë, edhe 3 vllazën i kisha në luft. I kisha lënë këtu, e kom mi, thash po përshoj pak, e kom mi ka ardhë zoni i nanës. Qështu për e kom nga ardhë djari i Milazimi i plaguesën. Dhe ju doktori nuk o i plaguesën, po sot u qu herës, në pesë, u qu në ka vaksinu krejt ushtartë me dreninë se lape krejtë. O, të përshu pak. Dhe tja thërma. Kërë kom pa në anën, baba, petë qëndrej ke ma i furt. Në anën preke trupin këdhezë, në shejke, veç të më përshafë, se me një herë, fjallën e parë më ka thonë, djali e më tha, edhe 3 këmë lanë një ditë frontit, tha, pash gjinin që ta këmë thonë, tha, a përren, tha, me neve që tu. Thash, nënë të lutëm, të kam nënë, kur s'ta këmë këthuj fjallën, që tu du me ta këthuj, thash. Nuk mu i thash, ja këmë thonë, bezin, ju më betu, me thonë jetën për këtë vend, për këtë tukë. Thash edhe, s'kom, atë jetër në du në më shku të shok që i kemë lanë në luft edhe shok të plagosën. Presin më shku mi o dhonë dimen. Ju më këthy, ku marë furnizim sa ku mujtë, shka ku mujtë, pi vullnetit të malë që i kishna, edhe nona atë natë, tha, a mu me me, tha, me ty, thash. Po në, me mu ka me, tha, të tënë, ose me ke gjumi tënë, të ishtë të më përshafë, të mbasi. Me sa ba, në punë në uniformat, u furnizu më armatim, se nështë të si shku nona, desa më kishë përcilë nejna. Po ma bënë, tha, djali jem, tha, a një apë i me që të një mi marë, ka tha, që dojnë. Thash, në thash, që apo më vynë parët aty në malë, kërë gjovële, me më vra shkit, i bëj me një mi marë, ka thash, edhe tha, janë njësi në kajt në ona. U furnizu më nisëm, së dike, vish ma bëjke me dorë. Ka luaj, ku e lejshëm asaj, ishë ndalë nëna Shqipnis. Na përshëndetshim, na këndojshim kongë të luftës. Dhe nisëm për luft. Kisha një qantë, paja gjithë të rëndë, se kisha qef mi u prunë. Sa ma shumë barë, ma thanë. Po, pasaj u nisët për me u këthy në Kosovë. Po. A u nisë vetë? U nisëm me grupin? Me grupin, me Shqipunet e Zeza, Begrizin, Satin, Naserin, Bashkim Lukën, edhe shumë tjera. Për mes bërë që për me një emnët. Gjatë rrugës, në Papaj, i kemë taku doktoreshen ti me Kadrin dhe Ilerianen. Ato e kishin kuptu që ne jemi të ardhër rrugës edhe për me shku në Kosovë. Kishin marë antibiotik, analgetik, shumë medikamente të nevojshme për ushtarë që kishin shumë plagosën maznik. Edhe u takuvan me ta, unë e kisha marë mjaftë. Po, prapë si prapë pak më dëkshin. Edhe tash të tima edhe doktoresha Iliontin, Milazim, të paske, thash që të thajen për ty, thash po unë e kom, po edhe këto të ti marë. Tha, po paske shumë marë dhe qysh mi qua, thash edhe këto du mi marë. Besa, kom pas një qantë. Jenë ngarku me peshat më dhaja. Pesh shumë të më dhaja, edhe atu i këmarë kërë gjosë këm lanë. Tu jetë rrugës, kishim qaq se në zakonisht kalojshim natën. Po ish pjesë e teritorit Shqipnis, hajde të përdojmë, ta është i bjeshka, ra e mjekla. Ta mënë, sa u hek mjekla, në kanë gjujtë shkit,
territor Shqipënisë kanë gjujtë nëjnën. Po, mirësisht kush nuk me t'ja si plagos as i vram. Po na s'kishim këthin mrapan, u nesëm apet vazhdum. Tash, qaq pesht ronë që kom pasë, unë na përcjellë që në të Shqipënisë dhe në kufi, në kuaj. Edhe për i thot Begriza, doktorit kimi a marrë që të qantë. Më thot, ka e kom ngarku mjaft, kuajt, s'ka vend, jo duhet, edhe ja qitëm. Pas më ishte me lidhë që onë të në temë strëngë në furt. Qa që kone ronë, i të jetë gjatë rrugës, orzu kali, edhe qanta jeme mra. Orzu pi peshës. Pi peshës, madhe, nisi me ra tjeri, ju mjetë qështu njëherë, edhe aty e kom një vetën, tonat rrugë, thashë une, Me u këthy pa marë. më këthy, me shku, me dur në gjepa, qysh, ju më nalë qështu, ashtë du me shku, i shalas, më ka shku shumë lërgë, e takoj qantën. Fatë mirësisht për një 20 metra i shra një farkershi qanta, i shnalë. Kër dënë zoti se, nashta, une hala kisha vazhdu qashtu, Se kështë pa heq. i shra dhe në fund. Po pa mu, ta më respektojshin shumë edhe pa mu s'ishin vazhdu rrugës. Kër unë e kalova, e kom pa qantën, qa që konë qanta madhe, e ronë, më ka dasht me qitë në bjeshtë të njerë në tenelt, me shti dorën edhe më këthuj për njëherë kështu se ma merë kanën me qitë në gra. E unë gjita për pjetë tenelt. Bajonetën e kalashit e kom aktivizu edhe me bajonet kalashit që e modhë se kërë për pjetë. Tani u dalë Begriza, i shkon Begriza të më pritë mu dhe erdhë i shkon u takumë. Tha, a valtë ku, tha, pasha zotën se le. Edhe kena morë, kemë dëpërtu. Rrugtimi, unë isha shku për amatim disa herë. Shkojshim me traktura pej Jablanicës në Smolicë, pej Smolicës dëpërtojshim, ose pej Jablanicës ose pej shtatit Bardhanesh. Deri në Ngullagjan Jonik, po dhimi më i gjati që konë që në majur. 8 ditë, 8 net udhëtim, herë një prit, herë tani na do ishin shkit, do përdojshim ma lërgë, me ja u pak gjurët, me ja u isha ta na hajtu neve. Por na s'kishim këthim në ka pas se do në kanë këthy. Po unë me Shqipurën e të zeze me do t'gjenë furt, s'kam pas këthim rapan. E keni vazhdu rrugën. Kemi vazhdu rrugën. 8 ditë, 8 net. Që kjo udhëtim ka gjatë? Udhëtim i gjatë. Me një kilë sheqer, kukër. U i kishim mjaftë aty në bjeshkë. Ka një kukër sheqer, dikur... Pa ushqim. Pa ushqim. Begriza, kish pas një qantë qokolata, kish pas. Dikur në epke... 8 ditë, 8 njetë që tash më najtë, nështë ta isha dekë, po zoti, po të një mojke. Vallajnë. Edhe kem ardhë, kem dëpërtu, i na dalë tani, i kam kalu kufinin, i na ardhë në Carabreg. Ku i na ardhë ati në Carabreg, lullat e bagrenave. A besën me grosh kem hangë lullat e bagrenave. Se ishim... Prioris. Prioris. Po. Aty në Carabreg i shkon një qeft, një plak e një plak. Na gjetë në dykon do krype, dykon do mile, bomë, ka një kolaqe. Kasabahim rrimë në aty. Pra mushë e kishë vullnetin, se na im ka vim të furnizu më armatim. Une kisha një legamente për ushtarë të plagosën, a i për qefit, ma luftoj kësa mujke. Na ishim këtu shkit nishim jetë mes neve edhe ushtarët Ramushit. Qysh me i kalu? Qysh me i kalu e thiri Ramushit, kjo Begi tha, komandant tha, i më këshuin, a besën ka pas ushtarë shkive që i kanë heku uniformin, i shishim na. Edhe ati gjujmë, ju e thë kësi një të lodhën të raskapitun, pa hangër pa pim, e më shkoni një dëmë, do nga të rushi kini po, po më shkoni një dëmë, Ramushi. Sa do është me lodhën me luftu, po. S'na kalon me luftu si jenë të lodhën të raskapitun, vesh njëherë jaboni Begrizës, vesh nësi jenë ngatë,
Një Çfarë farë me përfshin? boksë në isë më hargjeni municion për ta, ose farë miro hun kreja diçka, ramushi po thot. Edhe tash dhe kur akshomi tiri, erdhen do shtare. Ju vike era rruba barët, besoj që kishin leftu të nditën. Edhe dhe për tu në shku në ratish. Ramushi erdhë në ratish, pe qefit e në mërë e të shku maznik. Kur shku maznik, që këja gjidula që shkum edhe si takum, edhe tani unë shkua me Shqipunia të zeza, po më shem mu, tha, a quhet i dekmja, po që i ka i dekmja, thash po, më të gjishaj të thonë, po tha, s'kanë vra shkita, thash ju, thash se unë një djall i becit, u konë teknik, edhe mas i kem kalu në një ditë për parën, në kanë qu deri afër kufinit, luan qërimi do t'jem të furt, jenë këthy, në nëgjes shkijet e kanë pa gjurëmt, edhe aty, thënë që kjo koridori ju që kesko, e kanë vendosë po shka me të lezin, kur kanë dalë, tash të këta, e kanë nazbulu një zonë të lirë, për ramatim, shlirë të shkuat e aty, shkit i kanë gjujt, i kanë dalë në prit, kanë qërimja shumë tjeri në metat të plagosën, po dhe një fartafa teknik i shkon vra, edhe kanë mendu që tip. Edhe tash kjo gjithë ula ku edhe në maznik, thëjke, ma po ke, po që i ka i dek një, sa më i peshin lëtë, thëjke qysh, i gjallën, më kapë për qafas, më që i keq. Thëjke, o ju, thash më të gjivën e jem, shnësh e mirë qëtu, po a i kon tjetër kush. Tash di Ramushit, kur erdhën aty në shtab, Ramushi ta gjemë, më në thëtë, kjo djallë që të që bële ka njerë, djallë i ri, edhe fizikisht i furt, edhe trim, ka njerë e provokojshim, se keme marrë ki pjesë në këtë pikë frontit, të është zonë e rezikëshme, se ja tremshim synjën e ish qeflu Ramushi i knaqe, erdhë në spital ushtarak të naty, për thëtë hides e shqipes, që të marrë farë kafe, në esenë që marrë mi pa mashin, se ashtë në shëmirë. Pim ka një kafe aty, tani Ali Berisha më tha, shko tha, Milazin tha, vizitoj tha, Vllaznit. Që ku jenë Vllaznit, se veshin, e të lypshin, e nuk disha shka më ju thonë. Ti ke pas 3 Vllaznit të luftu. Në qëfar zona jënë konë ata? Zonën e Dugagjinit, me gatë 132, blavi i madhë, Mergjen Delia, polic ushtarakaj. Pikën e partë frontet e kur i pandalën. Ata tjeta, nejt, nek, nej. Po deshti i Zotit kina pështu mirë. Po. Ashti me Ramushin edhe pim kafe që aty, dollën tani unë shkova mi vizitu Vllaznit, tha një 3 dit, Alia tha, qmallë tha me Vllaznit e... Po. Qaq, pa ta në shumë jekrën, ka puqën në uniformen, e pava vlavën 2 vllazët e mi, dhe për tu më qështu me 2 nipa. Tu mos në njoftë. Nuk mjaftën. Nuk mjaftën në spital, në Dubuqakin e Bardhaniqit aty, ka pas shumë civilije. Edhe mu më shefshin, kur dola mes Maznikut e Bardhaniqit, po që asë njerë kalash, qita një 30 sopa. Se jela është në shëmirë. Gjysha, se kanë dëpërtu Pitorjakës tani që erdhen, ishin kënë ardhë, o shku haqja i mërë, i bjenë do bëqak aty. Pak i shkon gjyshe të mjoftë. Edhe, unë me vlazën të mikëm të lu qërtu, asë vishë përshëndetje, asë më njoftë. Kur gjyshe dhe pak të këmë njoftë, dhe tha, po djemët nuk njoftë, dhe. Erdhen tani ata e për qafes. Qëka ndodhi tutje? A ke marrë mas nej pjesë me nej betej ose... Po, isha, në thonë drejten, kisha qef, gjithë ku me marrë pjesë. Ku ke mujtë me kontribu, po? Po, ku ke mujtë në 6 shpi që i thujbi na, u konë, kina pas rovat, policia e ushtaria i unë, i kanë pas stacioniume në sukën e të Cërmjenit, me ofenzive ma dhe e morën shkit. Ta që komisaria vish fillu në mardë, tenë ka për parën, komisaria për mas.
Qa që kena pas afer tenken, se tenka nuk mu i këtë tytën me gjujtë afer, veç për mi neve, lërgë neve. Komësëria mas tenka. Kishin qef do të djenë gjakos, djenë shumë të furt, djenë shumë të zëtë. Kishin qef tenkës se me shenë kur gjo, për bile na i oshtarë për mas tenkës. E panë si s'kushyrës, pe i suke, u për langosën do të djemë aty, ani u tërhekem. Po gjatë rrugës, qashë rrugëtimi i madhë që u konë, ma bëshën gjakovartë, ka erdhën të ditet net. O doktor bre, a ki një kësipër për forës, se shenë të lodhën, të raskatitën. Normal, plus pa hongër e pa pi. Pa hongër e pa pi. A ke humbë naj bashkë luftëtar, naj rast që e kujtën? Naj shok të afërt? Po, shok shumë kem hu, shumë kem hu, po që aty rasti ma i prekshëm që u konë i në verë dobra, se lypë dim, qash u konë plagë e ramë, e si s'mujtë mi apështu jetën i në verë dobra, dhe shumë tjereve, jëmë një diqysh. Me gjitha të, doktor, se po thonë doktor, në ato kushte dhe ju e keni bo maksimumin që keni mujtë me bo. Kështu që... Në kushtet, shumë shtira, po Ali Berisha, respekt shumë për ta, ka bo shumë në ato kushte, ai kirurge, ortopede, gjithë shka. Qka është kërku? Qka është kërku, ai njeri, me gjithë stafin mjekësor, për kushte që një konë perfekt. Shumë njeri i përgatitur, shumë ka bo për këtë. Atër, unë po të falenderoj shumë që ishe sot edhe ndove rrëfimin tënd shumë prekës, edhe falenderoj edhe për kontributin edhe në gjatë luftës, qoftë me teja, qoftë edhe me anën mjekësore që the. Me të vërtet ke përjetu gjana shumë tronde, ke pa gjitha ta ushtarët plagosën, ke marrë dhe rokëtim edhe është një kontribut shumë i vlefshëm, normalisht edhe shumë i çmuar. Nëse ki te diçka tjetër me shtu, pa tjetër që është koha jote, nëse nuk ki diçka tjetër, faleminderit edhe në herë dhe ishte kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësia ishte e imja. Atëherë, miq të dashur, ne shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.